çështjen e pabarazisë të tatimi në plastik në paketime. Për shembull, produktet që prodhuesi jon për me importu plastikën për paketime e pagun tatimin e ndotjes. Ndërsa prodhuesi i gatshëm i paketuar, prodhimi i gatshëm që importohet në Kosovë, ai nuk e pagun këtë dallim. Kështu që menjëherë është një përbarazi. Për deri prej këtë faze të kalloja edhe deri te çështja e tregtisë edhe raporteve me supermarkete. Na kemi disavantazhe tjera poshtë të prodhuesve tonë në supermarketet tona. Për shembull, prodhuesit tonë vetë duhet me shku në raftet me paketu, me palu. Ka qenë një problematikë që në kanë cekë. Pagesa e mjeteve disa javë ose me muj. E cila nuk ndodh me produktet e importuara, të cilat paguhen ndoshta direkt në kesh, me njëherë, edhe transporti, paketimi, raftimi e të gjitha ndodhin prej vetë supermarketeve. Prandaj, atë që e përmenda në fillim, fokusi jonë në këtë mandat duhet me qenë dhe ka me qenë në këtë sektor, e cila mendoj që e lehtën edhe siguran që fermeri i Kosovës po mbrohet, që prodhimi jonë është i krahasueshëm me prodhime tjera, dhe pastaj neve na vendos në avantazh kur t'je në vendin tanë, sigurisht prodhimet tua do shme mbrojt, nuk ka dilemë sikur se bëjnë vendet tjera. Po shfrytëzojnë të paktën emisionin që t'ju premtojnë që do t'jetë një prej çështjeve të cilat do të rregullohet edhe çështja e kallës. Ajo që e përmenda, të gjitha këto problematika do të adresohen. Janë të listuara si problematika të sektorit të bujqësisë, edhe kjo është detyra jone që do të mirë me këto. Mendoj që jemi duke tentuar me tregu shembull që me këto problematika të sektorit bujqësisë, prodhimit, përpunimit, të transportit, të deponimit e të tregtimit, i kemi listuar dhe na do të mirëmi. Edhe nuk jemi vetëm reaktiv ndaj ankesave të fermerëve dhe prodhuesve. Mendoj që jemi të vetëdijshëm dhe vigjilent si politikan, si politik bërës, e si politik zbatues që do të mirë me këto tematika, pra arsye se kjo është obligime dhe besimi që qytetarët tonë dhe persona tjerë që na kanë vendosur në për këto pozicione që na do të kry këto detyra. Si ministër nuk ka dilemë që na do të mirë me këtë problematik. E pastaj është një tematik që përmende fillimisht, i vendosmi avantazhet krahasuese të prodhimeve tona. Jo rastësisht vendet tjera bëjnë kërkesa për prodhimet tona.